jetën tënde në planifikimin urban i bie e thënë shqip. Si është kjo historia? Qysh të vajti mendja? Vjen robi nga Luksemburgu në Vjenë, pastaj me nismë thurje? Shumë pyetje e mirë. Unë nisma thurin e kam pas gjithmonë kështu diku në mendjen time që ekzistonte, edhe që kishin u futur në zgjedhje në vitin 2021, edhe nëse nuk do ishte për kodin ton zgjedhor që është, domethënë, katastrofal, ata do kishin sot një deputet, por gjërat janë siç janë. Unë në fakt, shiko si është puna. Pra ideja ime është të futesha si kandidat i pavarur për Këshillin Bashkiak. Kur e hapa, siç thash, pastaj kodin zgjedhor, shoh që për të kandiduar si pavarur për Këshillin Bashkiak, që është parlamenti i qytetit, të duhen 1% firmat e 1% të zgjedhësve në atë territor, pra në Tiranë. Ta zëm zgjedhësit në Tiranë janë 700.000, edhe më duheshin 7.000 firma nga qytetarët për të kandiduar Për nominimin vetëm, për kandidim. Për nominimin për Këshillin Bashkiak, edhe e njëjta vlen për nominimin për kryetar bashkie. Pra, ata ishin komplet të paaftë të bënin një përshkallëzim të çfarë të duhet për të kandiduar si këshilltar ose edhe si kryetar bashkie.